Përderisa na jena helmu, edhe krejt fëmijët tonë janë helmu. Kjo ka ndodhur vitin e kaluar, ne kemi qenë në fushat. Më vonë e keni ngritur ju si çështje. Ka sot fshatrat tona në Kosovë që janë pa energji elektrike, po çka keni bërë për si bëm Armend? Çka keni bërë për si bëm? Çka keni bërë? Nëse o kon 2024 të mali zi 15 milion euro, 2025 në Maqedonia o bë rruga borse 17 milion euro. Pro asnjë përmirësim nuk o bën këtë pikë. Edhe kjo varet pe kostet, sa ai alokon kapacitetet e den, nuk po thëmë që i ka rrit, po thëmë që ka qenë në një uni. Sa për pjesën evropianëve, ju keni pas gjithashtu edhe vrejtje për te i kalim të emetimeve edhe nuk e keni nal pjesën e shitjes në kek. Pra, e shitni rrymën në kek, keni dal 150 milion euro shitje, eksport energjisë elektrike përderisa na jena helmu, edhe krejt fëmijët tonë janë helmu. Tu i kalu emetimet edhe duke mos marrë masa. Armen. Jeta, u tha që sa i përket alokimit dhe mos funksionimit, sa i përket anomalive tek rrjeti interkoneksionit, ju tha që nuk e keni bë, atëherë detyra imja është që t'ju jap të gjitha dokumentacionet të cilat i kanë shku të gjitha institucioneve. E para, një letër e cila ju është drejtu ZRS, e para, ka qenë ZRS, auditorit përgjithshëm, për auditim të posaçëm të gjitha kontratave të energjisë që i ka bu Kesko dhe Keci, dhe mos aty ka pas. Kjo ka ndodhur vitin e kaluar, ne kemi qenë në fushat. Më vonë e keni ngritur ju si çështje. E dyta, një kërkesë i ka dërguar, prit më lejo ta përfundoj tash. Ja kanë dërguar kërkesën ZRS për hetim. Ato anomali qëndrojnë, 9 milion euro qëndrojnë. Ne kemi ngritur ato. Koha e jote. Po unë mendoj që për qytetarin është çka është e rëndësishme në këtë fushat, është me pa pse ka pas stagnim të plot të sistemit energjetik, pse ka sot fshatrat tona në Kosovë që janë pa energji elektrike edhe pse ka furnizim të paqëndrueshëm për biznesin privat, dhe fundi që e përmena nuk po kyçet muja është përgatitja për si bem. Mos përgatitja për si bem krejt prodhuest e Kosovës, prej gremës atje që prodhojnë rendi për kuzhina e deri tek prodhues të këpucave që kanë treg në Unionin Evropian, kanë me fillu mu taksu për shkak të taksës karbonit. Kjo qeveri për 5 vite nuk ka mendu në asnjë formë se si mundet me u adresu kjo çështje. Jeta, kështu zakonisht po ka sektori si tërsi, ka një vazhdimsi të gjatë, edhe lyp kohë të madhe në ristrukturim. Qa keni bo për si bem o Armend? Qa keni bo për si bem? Po tregoj qytetarit edhe privatit. Po mundona. Mos ndërhyj, vazhdo, Armend.